Është e hëna blu përsëri dhe supozohet të jetë dita më dëshpëruese e vitit. Çdo e hënë e 3 janarit quhet e hëna blu sipas mediave botërore, edhe pse jo të gjitha bien dakord nëse është e hëna e 2, e 3 apo e 4 e janarit. Edhe pse shumë e përqeshin mendimin se kjo është dita më dëshpëruese e vitit, kjo është edhe dita kur shtohen përpjekjet për mbështetje të personave me depresion. Për herë të parë, u përmend në vitin 2005 kur psikologu Cliff Arnall prodhoi formulën e cila pretendonte të tregonte se cila është dita më depresive e vitit. E përllogaritur duke marrë parasysh kushtet meteorologjike, borxhet, ditët e kaluara nga Krishtlindjet dhe faktit që të gjitha urrejmë të hënën për shkak të punës, rezultoi të ishte e hëna e 3 janarit. Edhe pse të gjithë besojnë se ky është një mit, kjo ditë duket se nuk po heq dot qafe mendimin se është dita më depresive e vitit.